Ndërkohë, administrata timore ditën e dieshme ka publikuar pagat referencë në sektorin e ndërtimit që variojnë me përjashtim sanitareve nga 85.000 lekë deri në nivelin e 140.000 lekëve. Ky vendim i administratës timore vjen për të formalizuar sektorët e ekonomisë sonë dhe mos ato që kanë më tepër informalitet. Ne mëgjërësisht në lidhje me këtë çështje, por edhe në lidhje me çështje tjera për tregun e punës, do diskutoj me zotin Erion Muça, ekspert i punësimit dhe zhvillimit karrierës, njëkohësisht pedagog. Zoti Muça, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë, në kuadër të formalizimit të ekonomisë, si e shikoni këtë hap të ndërmarrë nga administrata timore? Në opinionin tuaj, këto referenca, publikimi tyre ndihmojnë në luftën kundër informalitetit, sepse sikurse thuaj edhe në kronik dhe në udhëzimin e tatimeve, këto biznese që deklarojnë paga poshtë referencës kategorizohen me risk. Sigurisht, pagat e referencës janë një orientim shumë i mirë për luftën kundra informalitetit, se sigurisht vijnë nga një proces analize dhe përpunimi i detajuar të dhënës, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër krijojnë apo ndihmojnë administratën timore të identifikojë në deklarimin e pagës apo deklarimi fiktiv të tyre, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër lufton informalitetin. Sigurisht, si rregull dhe si praktik, do duhet që sipërmarrjet të mund të trajtonin me një pagë dinjitoze punonësi me bazën e rolit që ai ka brenda sipërmarrjes dhe duhet të orientohet përmes përcaktimit të pagës dhe në pagën orientuese nga sektori apo nga kompani të tjera që një biznes ndërtimi duhet të marrë të dhënat e informacion se sa paguhet një punonës për këtë rol, që t'i vendos një pagë punonësit pak a shumë të njëjtë apo të parafort me të. Nëse kjo logjik nuk ndiqet, atëherë në deklarimi i pagës mund të identifikohet si abuzim. Çdo sipërmarrës apo sipërmarrje dhe në fushën e ndërtimit do duhet të përcaktojë pagën mbi bazën e pagës së referencës që paguhet një punonës i atij roli në atë sektor. Nëse ka diferencat janë problematike. Këtu nuk ka të bëjë shumë volumi i punës që ka një sipërmarrje apo organigrama e gjerë apo organigrama e vogël që mund të ketë në funksionalitetet e saj, por është roli ai që përcakton pagën dhe nëse një rol i caktuar ka një pagë më të ulët, atëherë normalisht ai përbën një vështirësi të caktuar. Për mua pagat e referencës janë të kushtëzuara nga rrethanat dhe pamundësia tjetër që të reflektojë sipërmarrja për të përcaktuar një pagë për punonësin në përputhje me rolin. Në këtë rast, shteti ndërhyn me instrumentet e veta për ta rregulluar këtë segment. Ndërkohë, zoti Muça, evidentoni sektor të tjerë të ekonomisë sonë që mund karakterizohen nga një nivel i lartë i informalitetit dhe përjedhoj ka nevojë gjithashtu sikurse ndërtimi të kenë paga reference? Për mua sigurisht do duhet të kenë edhe sektor apo industri të tjera, industria përpunuese, prodhuese, bareve, restoranteve, industria e turizmit, po ashtu duhet të ketë duhet të ketë paga reference, por për mua duhet bërë shumë kujdes në përcaktimin e pagës referencës, dhe sepse ajo duhet vi si rezultat i një studimi dhe analize shumë të imë të detajuar, duke marrë parasysh shumë të dhëna fakte, indicie, analiza, përpunim të dhëna, jo vetëm formale, por dhe informale të mënyrë si funksionojnë dinamikat e një sektori caktuar, që më pas të fiksohen. Përgjithsisht pagat e referencës në Shqipëri historikisht, nuk po flas vetëm për vitet e fundit, janë ndërmarrë mbi bazën e interesit që ka patur për to mbi të ardhurat apo sigurime shoqërore apo marzhi i përllogaritur i të ardhurave që do i vi buxhetit shtetit nga përcaktimi i këtyre pagave dhe nuk është marrë për bazë realisht se sa është duhet të jetë paga e referencës për një profesion apo të caktuar. Ndërkohë, zoti Muça, po, ju dëgjojmë, jemi në lidhje drejt për drejt. Zoti Muça, nëse shohim pagat, ato variojnë, nëse përjashtojmë, sanitarët variojnë nga 85.000 deri në 160.000 lekë që është paga e operatorit të Vinçit.
Mendoni se një ndër arsyet që ka ndikuar në rritjen e ndjeshme të çmimeve, sepse një pjesë e mirë e pagave janë mbi pagën mesatare në ekonominë tonë. Mendoni se mungesa e fuqisë punëtore mund të jetë një ndër arsyet kryesore që ka rritur pagat dhe ka mbështypjen që realisht pagat mund të jenë akoma më të larta krahasuar me ato që kanë nxjerrë referencë administratat hetimore? Kur ka boshllëk, sigurisht mënyra e vetme dhe e parë që zgjidhet për të afruar punonjës është niveli i pagës mbi aftësinë apo formimin e punonjësit apo shumë mbi pagën mesatare, dhe kjo është logjik e diktuar dhe e shtyrë nga nevoja për shumë sipërmarrje, të cilët ne sforcohen për të paguar një punonjës më shumë se që takon atij, vetëm se nuk duan të krijojnë një hendek apo një boshllëk lidhur me proceset e punës. Dhe kjo është një zgjidhje apo vendimarrje e sipërmarrjes për të arritur të siguroj punonjësit e duhur. Në Shqipëri prej vitesh diferencat në nivelin e pagave janë një problem realisht shqetësues, se sot paguhet më shumë një sanitar se sa një inxhinier, paguhet më shumë një punëtor i thjesht ngarkim shkarkimi se sa një profesionist që ka investuar në formim në universitet edhe në shkollë të lartë, flas për pozicionet dhe profilet fikse tradicionale, nuk e kam të bëj këtu me iniciativat sipërmarrëse që janë një tjetër gjë, dhe kjo prishje e piramidës pagave mbi bazën e formimit, profesionit apo statusit profesional që ka një punonjës në Shqipëri është shumë problematik dhe ka nevojë për një instrument rregullimi që në këtë rast mund të jenë pagat e referencës, të cilat orientojnë edhe vetë sipërmarrjen se sa përcaktojnë një pagë me një rol caktuar për një punonjës dhe e ndihmojnë dhe atë ta justifikojë pagën që jep punonjësit me pagën e referencës, dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe, thjesht institucionalizim i nivelit pagave në një industri apo sektor të caktuar. Këto paga, kam përshtypjen zoti Muça, i referohen edhe punonjësve që janë të importuar, nëse mund t'i quajmë kështu, nga jashtë. Pra, shumë kompani, ne kemi diskutuar, kanë shkuar deri në Indi, Bangladesh, Filipine për të marrë punonjës dhe sektori i ndërtimit është një ndër ta. Kam përshtypjen pagat e referencës përfshin edhe ata? Sigurisht pagat e referencës përfshin çdo punonjës në Republikën e Shqipërisë. Ndryshimi mes një punonjësi vendas dhe të huaj është thjesht pjesa e procedurave të legjislacionit të ligjeve dhe rregullave që kanë të bëjnë me lejen e qëndrimit për çështje punësimi. Të gjithë detyrimet dhe të drejtat e punonjësve të huaj janë të njëjtat dhe duhet të respektohen si për ata ashtu dhe për punonjësit vendas, por dihet tani më historikisht që kostoja për një biznes për të marrë punonjës të huaj është shumë më e lartë, pavarësisht se paga që këta punonjës marrin mund të jetë deri diku e njëjtë me punonjësit vendas, gjë që në një mënyrë apo në tjetër si tregues të dhënash është aty, pra punonjësit e huaj mund të marrin një pagë relativisht sa ç'marrin punonjësit vendas, por për biznesin janë kostot tjera ata që nuk lidhen me nivelin e pagës që krijojnë problematikën përkatëse. Zoti Muça, në opinionin tuaj, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësimit, sepse nëse aksesojmë këtë faqe në internet, ka njoftime nga më të ndryshme, duke nisur nga institucionet shtetërore, si qendrore ashtu edhe vendore, Bashkitë e Shqipërisë, e deri tek kompanitë ndryshme private. Si e shikoni rolin e AKPA-s në lidhjen e kërkesës me ofertën? Roli i AKPA-s ka qenë gjithnjë një rol proaktiv dhe pozitiv në funksion të çështjeve të hartimit dhe përmirësimit politikave në programet dhe kurrikulat e arsimit dhe formimit profesional, gjë që në një mënyrë apo në tjetër ka një kontribut dhe një rol në formimin e programeve kualifikuese dhe trajnuese. Për sa i përket çështjes së ndërmjetësimit për punë apo suksesit dhe rezultateve në të, për mua pavarësisht përpjekjeve dhe hapave pozitiv që janë bërë, ka nevojë për përmirësim dhe zhvillim ky segment. Për mua AKPA duhet të jetë institucioni i vetëm apo zyrat e punës shtetërore duhet të jenë institucionet më të kompletuara ku bizneset dhe kompanitë duhet i drejtohen
dhe që duhet kem besim që procesi ndërmjetësimit për punë është funksional dhe mund të jetë real. Në shumë vende europiane që kanë politikë agresive punësimi, siç është Gjermania, zyra federale e punës shtetërore është më aktivja që rregullon dhe marrëdhënien e zyrave private të ndërmjetësimit për punë. Dhe këtë rol do duhet ketë edhe zyra e punës në Shqipëri. Për mua duhet ketë një rol unik dhe pikë referimi për çdo proces ndërmjetësimi për punë në vend, dhe për të arritur këtë rol dhe këtë pozicion duhet një përpjekje e shtuar për ta mbërritur, po për mua ka nevojë sërish për përmirësime të caktuara që kanë të bëjnë me funksionalitetin dhe rezultatin e procesit ndërmjetësimit për punë dhe me rritjen e besueshmërisë së sipërmarrjes private drejt ndërmjetësimit për punë, jo vetëm në zyrat shtetërore, por ka një deficiencë të madhe, një mungesë kulture sot në Shqipëri për ndërmjetësimin për punë. Më shumë funksionon ndërmjetësimi për punë me jashtë vendit se sa brenda vendit. Këtu ka shumë faktor dhe të ndryshëm. Një është mentaliteti i sipërmarrjes që nuk e preferon këtë formë ndërmjetësimi, po preferon të ketë besim dhe kërkon më shumë sugjerimin me mik apo me njohje. Por në këtë proces, ky proces është shumë i rëndësishëm edhe për të riabilituar apo përmirësuar pak edhe shifrat e papunësisë në vend. Në anën tjetër, sa po bëhet qoftë nga AKPA-ja, por njëkohësisht edhe nga institucionet e tjera, por edhe nga sektori privat, në lidhje me orientimin e të rinjve drejt asaj që kërkon tregu? Ka një përpjekje që fillon nga shkollat e mesme, ku është krijuar një rol që është mësuesi i karrierës, i cili realizon aktivitete orientuese dhe informuese për nxënësit e shkollave të mesme që ta kenë më të lehtë të gjejnë një profesion lidhur me talentin dhe prirjen që kanë, apo në lidhje me aspiratat dhe pritshmëritë dhe projeksionet që kanë për të ardhmen profesionale. Është një rol i ri, ka 2 vite që funksionon, ky është viti i dytë, pra 1 vit e gjys. Ka nevojë për përmirësime të mëtejshme, por është një hap i parë drejt kësaj gjëje. Shumë shkolla private po implementojnë projekte dhe programe, por dhe modele metodologjisë bashkëkohore të mosimdhënies së shkollës nëntëvjeçare dhe fillore, që i ndihmon nxënësit që në atë moshë të kuptojnë disa nga prirjet dhe të identifikojnë disa nga cilësitë që më pas lidhen me profesione apo fusha të caktuara dhe përpiqen edhe përmes ndihmës së prindërve t'i kultivojnë dhe t'i zhvillojnë ato. Ashtu si kundër ka programe në Shqipëri që ka nevojë thjesht për harmonizim, ku konkluzionet e cilave janë shumë suportuese kryesisht për të rinj talente në fushën e teknologjisë së informacionit apo në fushën e shpikjeve përmes integrimit të shkencave me njëra tjetrën për të realizuar një projekt kompetitiv. Këtu kam fjalën për ideologjinë STEAM apo edhe për metodat shumë bashkëkohore që kanë të bëjnë me pedagogjinë korrigjuese, me smart learning apo dhe me metodën Montessori apo metoda të tjera alternative që ndihmojnë përmes arktimit, përmes lojrave, përmes angazhimit dhe aktivizimit një nxënës të kuptojë më lehtë dhe më thjesht prirjet e veta. Zoti Muça, ju falenderoj për gjitha mendimet e sjella në studio. Ditë mbarë.